Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në një puntat tjetër të emisionit Rreth të Vërtetave. Dua t'ju falenderoj me zemër që na keni ndjekur për kaq shumë puntata me dashuri, kureshtje dhe mbështetje. Ky emision është bërë një hapësirë ku ndalemi për të folur për jetën, rrugtimin dhe ndjenjat për të vërteta që shpesh fshihen pas buzëqeshjeve. Sonte kam kënaqësinë të kem pranë një artiste që ka ditur të prek zemrat e publikut me zërin, emocionin dhe sinqeritetin e saj. Me të do të flasim jo vetëm për muzikën, po për jetën, sfidat, emocionet dhe për ato të fshehta të vërteta që vetëm një artiste e ndjeshme mund t'i ndajë me publikun. Sonte me ne do të jetë Aroilda. Aroilda, përshëndetje. Kënaqësi që ti jesh. Edhe për mua. Faleminderit. Atëherë do doja që ta nisim me një pyetje shumë të thjeshtë, por edhe të bukur. Si nisi rrugtimi yt në muzikë dhe kur e kuptove që kjo do të ishte edhe rruga jote e jetës? Në fakt ka qenë shumë interesante sepse kam bërë një provë në shkollë. Unë dikur jetoja në Laç, edhe atje ishte pak e vështirë për gjetur edhe profesionistë të fushës, ekzistonte vetëm një pedagog muzike në Pallat të Kulturës, edhe s'kishte asgjë tjetër. Kur ai erdhi të na provonte në shkollë, unë nuk kisha zë. Ishte periudhë dimri edhe më kishte ikur zëri dhe nuk e bëra dot provën. Shkova në Pallat të Kulturës më vonë për të bërë një provë, kisha shumë emocione, nuk e bëra as aty. Edhe kur erdha në Tiranë, pastaj vendosa bashkë me mamin që do shkoj në një konkurs dhe do ta provoj. Doli që fitova fazën e parë edhe që aty nuk u ndala më. Cila ka qenë shtysa ose personi që të frymëzoi të fillosh të këndosh? Në fakt nuk ka qenë një person konkret. Kanë qenë momente të ndryshme, mënyra se si unë shijoja muzikën, gjithmonë këngët i mendoja për t'i kënduar, jo thjesht për t'i dëgjuar, dhe fillova në shkollë të shkruaja shumë. Aty ishte momenti që për shembull e shpreha veten time shumë herë në shkrim, edhe kuptova që e doja, më pëlqente. Pastaj kur e nisa si rrugtim, nisi thjesht si hobi, edhe nuk e mendoja se do vazhdonte deri këtu që ta merrja kaq seriozisht. Për sa kohë është? Sa vjeçë mund të kesh qenë kur e ke nisur? Kam qenë diku tek 12 vjeçë, po them që nisi dëshira. Pastaj që unë luaj live dhe jam aktive, u bën diku te 7-8 vite. Çka e tillë, se ikin vitet edhe ikin shumë shpejt. Okej. Si do t'ishte për ty të përballesh me emocionet e skenës në fillimet e tua? O Zot, emocionet mua s'më ndahen as tani, jo në fillime. Unë jam natyrë shumë emocionale, edhe dikur kisha shumë pak besim te vetja ime, edhe më mposhtë. Tani i kam menaxhuar pak më mirë, besoj, po dikur më kam prishur shumë punë. Siç thash, që nga fillimi në Pallat të Kulturës, që nuk e bëra provën sepse kishte shumë njerëz. Edhe tani ka momente kur e gjej veten që ndonjëherë më mposhtin, por mundohem që t'i kaloj për mirë. Domethënë t'i vë në shërbim të vetes, po. Okej. Çfarë roli ka luajtur familja jote në këtë udhtim artistik? Patjetër që kanë qenë mbështetja ime kryesore, por ka momente që edhe nuk më kanë, jo se nuk më kanë suportuar, por thjesht kanë pasur ato frikat. Më thonin gjithmonë që në Shqipëri është shumë e vështirë, duhet të kesh shumë miq, duhet të kesh shumë njohje, çka është e vërtet, po gjithmonë duke parë edhe pasionin tim për muzikën, edhe kur unë arri diçka të mirë, ata normalisht që më kanë suportuar edhe financiarisht. Në fillime, sepse të bësh muzikë nuk është e lehtë, ka shumë kosto edhe normalisht që pa to nuk doja kisha dalë. Patjetër do të ishte suporti i tyre. Po edhe nga ana emocionale, kur të mbështesin prindrit, mendoj se është një plus shumë i madh. Patjetër ndihesh më plotësuar, ndihesh mirë emocionalisht. Sa ndikon gjendja jote emocionale në mënyrën se si ti interpreton një këngë? Ndikon shumë. Unë përgjithsisht me shaka e them edhe me miqt që unë kam shumë këngë të lehta, sepse ndoshta kështu si natyrë jam edhe unë. Jam shumë emocionale dhe mundohem shumë që t'i qëndroj karakterit tim, të mos iki nga karakteri im. Kam dëshirë të eksploroj, po jo të dal jashtë vetes. Po ndikon, ka pasur momente, për shembull me një nga këngët e mia, kënga në fakt është dashurie do me thënë për një mashkull, por unë kur e kam interpretuar, kam menduar sepse aso kohë kisha humbur gjyshen dhe kënga thoshte akoma pres, një përgjigje, dhe unë tërkohë se lidhja vetëm me të. Edhe kisha shumë të vështirë ta këndoja live, se direkt dëtohesha. Ke menduar në një moment që të ndalesh dhe të ndryshosh drejtim?
Unë në fakt kam 2 drejtime në jetën time. Okej. Kam edhe drejtimin në financë, që jam e diplomuar, edhe ka pasur shumë momente. Ka momente akoma që e mendoj, them, domethënë kur rruga bëhet e vështirë, them do ta lë fare, se nuk ja vlen. Po pastaj dëshira shumë e madhe. Edhe gjithmonë edhe njerëz që kam rreth më thonë ti nuk e stopon dot, sepse vërtet nuk e stopoj dot. Unë akoma kur dëgjoj një këngë nuk e mendoj nëse, për shembull, nuk e mendoj siç e mendojnë njerëzit e tjerë që po dëgjojmë këtë këngë dhe po e shijojmë. Unë e mendoj si do dilte kjo kënga live, a do pëlqej kështu, jo kjo nota këtu, kjo nota aty. E mendoj vetëm nga ana e punës, nga ana e dëshirës që kam për të. Si arrin ti balancosh këto 2 drejtime? Shumë nga njëra anë vështirë. muzika, nga ana tjetër financa që ti ke mbaruar në shkollën dhe profesionin. Është shumë e vështirë sepse secila do kohën e vet, sidomos muzika që do shumë angazhim. Dhe fakti që unë punoj në financë, që është një dek shumë e lodhshme, më bën që të konsumohem shumë, shpeshherë edhe të mos kem as nerva, as dëshira, as mundësi fizike për të bërë prova apo për të arritur këto koncertet. Po jam munduar shumë t'i balancoj dhe t'i vë në shërbim të njëra tjetrës. Unë punoj në një radio edhe financë në një radio, kështu që i kam të dyja paka shumë të lidhura me njëra tjetrën. Pra i ke gërshëtuar shumë bukur. Po. Edhe kjo pjesa e biznesit më ka ndihmuar pastaj të menaxhoj pak edhe veten në muzikë, kështu që jam munduar. Okej. Nëse do të përshkruaje vetveten me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Fjala më e bukur që më thonë njerëzit, po e them kështu, që më pëlqen shumë është që jam shumë e chillter. Edhe unë ndjej këtë, edhe në raport me njerëz të tjerë. Jam e chillter, e dashur edhe pak kokfort, që më pëlqen. Ndonjëherë më prish punë, po ndonjëherë më pëlqen tek vetja. Cila është kënga që e ndjen më së shumti emocionalisht? Nga këngët e mia, po thua? Afër vetes. Qoftë nga këngët e tua, po edhe në përgjithësi. Nga këngët e mia është kënga Babebi, që unë ja kam dedikuar babait tim. Është një dedikim. Është dedikim, po, edhe marr shumë emocione sa herë këndoj në evente të ndryshme, edhe kjo është personale. Pastaj nga këngët të huaja, po them ose të tjera, është Unstoppable e Sias, më pëlqen shumë. Cili është mesazhi që ti dëshiron të përcjellësh përmes muzikës tënde? Dhe fillimisht do doja të të pyesja, ti shkruan vetë tekstet apo ka këngë që kam shkruar vetë, ka këngë që jam besuar artistëve të tjerë. Unë, me thënë të drejtën, kam shumë dëshirë që muzika ime t'i bëj njerëzit të ndihen mirë, fillimisht, edhe të më bëj dhe mua të ndihem mirë. Pastaj këngë të caktuara vijnë me mesazhe të caktuara, siç është për shembull kënga që sapo përmenda për babin. Po përgjithsisht dua që muzika ime thjesht të shkojë te njerëzit edhe të depërtoj tek zemrat e njerëzve. A ka një këngë që i ngjan më së shumti historisë tënde personale? Ndoshta nga këngët e mia mund të jetë Edinai, ndoshta. Sepse është bërë në një periudhë shumë të hershme, nuk është shkruar nga unë, po unë e ndjej shumë nga ana personale. E kam ndjerë dhe kur e kam regjistruar, edhe performuar gjithmonë. Po edhe normalisht kjo Babebi ka pasur, sepse ka pasur një moment kur unë me babin për shkak të Covidit nuk takoheshim dot, edhe aty kam shkruar edhe tekstin, se ishte shumë e vështirë të shkruaje. Po ka qenë një periudhë shumë e vështirë. Po, të shkruaje për një dashuri që për prindrit unë mendoj se është, domethënë, dashuria më e madhe dhe nuk më dilnin fjalët për të shkruar, dhe doja të shkruaja vetë, se doja të ishte 100% dedikim për të. Edhe kur e kujtoj tani si periudhë, çdo fjalë, edhe gjithmonë kur e këndoj, nuk ka moment të mos e stonoj apo të mos qaj, se vërtet e përjetoj shumë. Sa e vështirë është të mbetesh vetvetja në një treg ku arti ndikohet më së shumti patjetër nga tregu, nga publiku, nga gjëja komerciale? Komentet më të mira që unë marr dhe nga njerëzit përreth është që nuk e humbur veten, edhe kjo mendoj se është shumë e rëndësishme për mua, sepse mendoj se po të kisha bërë disa kompromise, mund kisha qenë ndoshta aty ku do doja të isha. Po mendoj se është shumë e rëndësishme, sidomos në moshën që unë jam, mendoj se ndoshta po ta kisha logjikuar ndryshe pak më e vogël, do kisha bërë dhe gabime. Tani mendoj se gabimet i bëj thjesht nëse do dua t'i bëj. Është e vështirë sepse duhen shumë kompromise, që nga këngët që unë bëj, jam munduar të mos i dalë shumë rrymës që unë pëlqej,
Po, patjetër në live-et e mia mundohem që t'i këndoj të gjitha këngët, që t'i përshtatem edhe publikut që vjen dhe më ndjek. A ka ndonjë moment që do doje ta riktheje dhe ta përjetoje sërish? Po thua në live, apo Në jetën tënde, në live, në muzikë, në këngë, apo kudo që ti e mendon? momentet e live-eve kur jam të suksesshme, domethënë kur kam publik të mirë, se përgjithsisht kam shumë publik të mirë, po ka raste kur njerëzit që janë në live-et e mia kompleksohen pak edhe nuk përfshihen 100%. Po kam pasur live shumë të mira që, me thënë të drejtën, unë e kam rrethuar jetën time shumë rreth muzikës edhe ato momentet i jetoj shumë edhe jam kështu si në një botë tjetër. Kështu që ka momente kur live-et e mia janë shumë të mira dhe janë këto momente që do doja t'i ktheja patjetër. Okej, është e vështirë të këndosh live? Është shumë e vështirë. Domethënë është e vështirë të mbash 3-4 orë live. Dhe njerëzit përgjithsisht me artistëve na thonë ju bëni thjesht tralala, po ata nuk e dinë sa e vështirë është dhe puna mbas live-it. Edhe orët e gjata të provave, kur je në live, unë kam shkuar në live duke një muaj pasi më kisha humbur një njeri të familjes, gjyshen. Kam shkuar në live kur nuk kam qenë fare në dëshirë për të shkuar në live, apo në formë fizike për të shkuar në live, duke pirë shumë ilaçe, se mund kem qenë për shembull me grip. Edhe ti duhet të jesh para publikut e buzëqeshur, duhet të jesh njeriu më i lumtur në botë. Kështu që është e vështirë. Nëse do t'jepi një këshill vetes tënde, kur ishe në fillimet e karrierës, cila do t'ishte ajo? Do t'ishte ajo që i them vetes çdo ditë edhe sot, mos ki frikë. Sepse ki besim të vetja, sepse unë kam pasur shumë pak besim të vetja ime, edhe nga kjo nuk merja shumë mundësi përpara. Cila është ëndra jote më e madhe që ende nuk është realizuar? Mendoj shumë shpesh për një koncert recital, por mendoj se kam shumë punë përpara. Derisa të vikoa. Po. Të ndalemi pak te kënga magjike. Këtë vit ke konkuruar me një këngë fantastike dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Mund na tregosh pak për këngën, për çfarë bëhet fjalë? Është një projekt që ti e ke zgjedhur vetë, e ke shkruar vetë? Jo, kënga nuk ka ardhur e shkruar nga unë, është kompozuar nga Riken Cyka me tekst Angela Peristerit. Sapo e dëgjova demon për herë të parë, më ka pëlqyer shumë, edhe nuk është se kemi bërë edhe shumë ndryshime, sepse më goditi. Doja një balad, po nuk doja një balad tipike. Dhe erdhi si një valc francez, është këngë dashurie normalisht, nuk është personale, po është një këngë që është pritur shumë mirë. Unë në fakt nuk e prisja që do pritej kaq shumë mirë, po ka marrë shumë emocione, sidomos sepse nuk ka shumë që është publikuar dhe në ditët e para kam pasur shumë komente, njerëz që më ndalonin në rrugë, po. Nëse mund të na këndosh një frazë, gjithsesi nëse ti e ke mundësinë që ta bësh të për ne, për publikun. Tjetër. Mua më pëlqen shumë strofa e këngës, kështu që do t'i rëmbeja unë lule që kur nuk mi dhe, do i vendosja në vazon që boshti e len, do t'a gënjeja akoma unë vetëm për ne. Do t'i rëmbeja të gjitha ato që t'i fshen. Shumë faleminderit, ke një zë shumë të ëmbël, fantastik. Çfarë mund të themi për projektet në të ardhmen? Njëherë po shijoj këtë suksesin e këngës, më thuaj, kam dëshirë për disa bashkëpunime, por nuk kam diçka konkrete, se do ju azbuloj apo të kisha, me gjithë qef. Por një gjë mund të them që kam dëshirë të bëj disa këngë pak më ritmike, se kam ngelur vetëm me këngë të qeta, po. Dhe kam nevojë të ndryshoj pak. Dhe ne të urojmë shumë suksese në rrugtimin tënd dhe në jetën tënde, qoftë personale apo artistike. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Aroilda, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë mjaft të këndshme, për të gjithë të vërtetat e tua që ti ndave sot me ne dhe me publikun tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju të dashur publik që jeni bërë pjesë e rrugtimit për kaq shumë javë për të gjithë këto puntata që ne kemi transmetuar deri më tani. Do të dëshiroja që ta mbyllja me një shprehje. Çdo e vërtet ka një zë, mjafton ta dëgjosh me zemër. Deri në takimin e ardhshëm, qëndroni me shpirtin hapur dhe kërkoni gjithmonë të vërtetën tuaj. Faleminderit. Të nderuar miq, do të shihemi së bashku në episodin e radhës. Deri atëherë, shikim të këndshëm. Mirupafshim.